Ministre Portugalit dhe në vazhdim e ndjekni prononcimin e tij në lidhje me çështjen Dje kam pa qëndrimin e Ligës Demokratike të Kosovës, ajo që mund të ju them është se unë mirëpres mundësinë e konsultave që na formuan cili opcion tani qëndrimit të ndryshojnë. Ju e dini unë angazhohem për qeveritë opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Ligën Demokratike, në PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. Atini në Çfarë arsye të pranoni këtë takimin e Abdixhikut, pasi nga të tjerët që folën nga Partia Demokratike, po ashtu edhe Big Berisha nga tha që nuk është e rrugës të ketë një takim të tillë nga LDP-ja. Tani ftesa për konsult nuk ka gjë të keqe, që të konsultohet, mund të konsultohen bilateral, pra aleancë LDK, trilateral me PDK-n. Pra nuk është të keqe një ftesë për konsulta për një qeveri, thash edhe një herë, pa të keqe, unë personalisht angazhohem për qeverinë e opozitës. Po nuk na pengon propozimi i LDK-s për konsulta për opcionin qeverisës në të ardhmen. Pra personalisht unë angazhohem për qeverinë e opozitës. Vjen kjo që jeni të hopur megjithatë edhe për vetëvendosje, nëse jeni të hopur për këtë propozim të LDK-s? Ja ndryshon, jo sheni, unë deklaroj hapur që angazhohem për qeverinë e opozitës. Është një qëndrim i shprehur neve me kohë, edhe i argumentuam shumë pse, ndërsa ekziston një dallim, ne kemi autorizuar nënkryetarin tonë, që është edhe shefi i grupit parlamentar, me kadriaj, për konsulta me bashkëkryesuesin e seancës, në këtë rast zotin Dahari, edhe zoniushin Sala Jashari, në mënyrë që ta gjejmë zgjidhjen për ngërçin në parlament për konstruimin e kuvendit. Pa nuk ka ndryshim, nuk ndryshon qëndrimi ynë sa i përket qeverisë për qeverinë e opozitës, për shumicën e opozitës, po ashtu nuk na pengon ftesa e LDK-s për konsulta për qeverinë. Zotja Rabinaj, zotja Abdixhiku tha që takimi ka kuptim për qeverinë unifikuese veç nëse marrin pjesë krejt partitë aty. Tash në atakim i cili synohet me shenjë përbashkët, duhet të marrë pjesë edhe lëvizja vetëvendosje. A merrni pjesë ju si aleancë në atakim ku është në tavolinë edhe LDP-ja? Jo. Faleminderit. Do të sqaroj. Faleminderit.